Historia e famshme e familjes Belushi. Adam Belushi lindi në Korçë në vitin 1918. Që i vogël që kur ishte i ri, ai bashkë me familjen e tij u shkëput dhe shkuan në Amerikë. Ka qenë një udhëtim i vështirë, siç tregohet. Dhe pas shumë peripecish, ata u vendosën në Chicago. Adami ishte, le të themi, ai më i zhdërvjellti. Ishte mjaft i hedhur si fëmijë. Dhe lëviste shumë, shkonte majtas dhe djathtas, ndonse mbijetonte për të duke bërë disa punëra që nuk duhet i them. Dhe si përfundim, gjatë asaj kohe, njohu një vajzë që ishte një vajzë yll, që në momentin e parë ai u dashurua pas kësaj vajze, por nuk e dinte se kush ishte. Ajo quhej Anjez. Anjeza rrite nga një familje shqiptare, të dy prindërit e saj ishin shqiptar, po ajo kishte lindur në Amerikë. Dhe kështu që u dashuruan dy shqiptar, pa e ditur që ishin shqiptar mes njëri tjetrit. Megjithatë, ata pas disa vitesh, ata krijuan një familje dhe lindën fëmijët e tyre, John Belushi dhe James Belushi. Johnny ishte ai më i zhdërvjellti, ai që kishte marrë nga jati i tij. Dhe për më tepër e njihni që të gjithë atë më bullafiqin, si mund të quhet, dhe ai më i hedhuri që i kishte atë prapashtesën shqiptari, the Albanians. Dhe sepse në plurale, në numrin shumës, sepse së bashku me vllajën e tij të vogël. Vllai shkonte gjithmonë pas për Jamesi, por Johnny ishte ai që ishte më i hedhur. Johnny fal një talenti që kishte, sepse ishte një muzikant, ai binte jazzit zakonisht, por mundohej t'i binte edhe pak kitarës dhe instrumenteve tjera. Në fakt, që kur ishte i vogël kjo, por duke u aktivizuar me një grup brenda një kishe ortodokse që gjendej aty në Chicago, ata krijuan grupin e tyre të parë, pra një grup të vogël, normal, një grup diletantësh, të një grupi, si mund të quhet, jazz, sepse jazzi i pëlqente më shumë. Dhe kështu, ai aty e filloi karrierën e tij. Pastaj me kalimin e kohës filloi që të frekuentonte disa teatre. Nëpër teatre dukej menjëherë që ishte ai që binte në sy menjëherë, sepse John Belushi kishte një autoritet dhe një padonancë të skenës marramense. Ndonse fillimisht që në hap të parë e kuptuan, por nuk mundeshin që ta afronin për të vetmen arsye, sepse që për kohërave antike ende sot, çdo gjë bëhet me njohje. Pra ai është djali filanit, ai është i famshëm, ai djali tjetrit etj. Dhe bëjnë favorizime të njëri tjetrit. Dhe ka qenë kjo arsyeja që shumë nga filmat nuk kanë shkuar, pikërisht për shkak se kanë marrë njerëz që njihnin, pra fëmijë të aktorëve, ose të regjizorëve, ose të disa personazhve, që pastaj filmi nuk este mirë. Dhe ai, duke mos qenë askush nga një familje askujt, ky ishte shkaku që nuk donin që ta merrnin pra në televizione. Dhe krejt rastësisht, njëherë ai bëri një audiencë, me fjalë bëri një test për një program televiziv. Dhe ai ishte suksesi i tij, sepse në këtë programin televiziv, meqense ky bënte gjithmonë për të qeshur, kur mori pjesë natën e parë në këtë show të televizionit, ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm. Dhe që nga ai moment filluan që ta thërrisnin edhe herë të tjera. Ky ishte shkaku që pastaj ai u fut në kinema dhe dal nga dal bëri 3 filmat e parë, që të 3 filmat të suksesshëm. Dhe John Belushi në një kohë shumë të shkurtër u bë një nga emrat më të rëndësishëm. Dhe kur John Belushi i bën kërkesën për filmin The Blues Brothers, ai menjëherë pranoi, sepse ishte në kategorinë e tij, ishte në rangun e tij. Në fakt, atë ditë kur e ka marrë regjizori, që e morin në telefon për të takuar, janë takuar në një pub. Dhe sapo u takuan, ai me fjalë gjë që nuk bëhej, zakonisht takoheshin nëpër zyra. Kurse John, si shtote edhe regjizori, ashtu si ishte për herë, thoshte, u takuam në pub dhe hajde pim një birë, tha, dhe më hodhi kraun, tha, sikur të ishim, tha, në një zonë të Shqipërisë, tha, nga Korça. Dhe si përfundim, regjizori normal amerikan, si përfundim mori rolin. Dhe ky ishte, pra kur regjizori i kërkoi John Belushi të bënte rolin kryesor, të gjithë të tjerët ishin optional. Pra ai zgjodhi këtë si rol kryesor, sepse dinte që çfarë si do t'ishte ai film, sa i rëndësishëm ishte. Në fakt, Blues Brothers
ka qenë dhe është ende sot një nga filmat më të shikueshëm dhe më kolti i të gjithë historisë së Hollywoodit. John Belushi e ndihmonte të vllajën, pra Jamesin, por Jamesi ishte ende i ri në atë kohë. Dhe ndonse e ndihmonte, nuk ishte ende në atë statusin e Johnit. James ishte, le të themi, më i prirur për filma, gjithmonë për të qeshur, por jo për filma serioz. Dhe krejt rastësisht, një ditë e thërritën Johnin për një film që ai nuk mund të bënte, dhe kështu që sugjeroi vllajën e tij, pra Jamesin. Dhe nga një moment ishte një film televiziv, nga një moment Jamesi mori pjesë në një film televiziv me seri në televizion. Dhe më vonë pastaj, pas vdekjes së të vllajit, pra të Johnit, James mori rolin kryesor në një nga ato soap që quhet, ose këto seriale televiziv që bëjnë për të qeshur në mbrëmje. Por si shkuan gjërat dhe si pse John humbi jetën. John kishte arritur në një moment që kishte shumë kërkesa. Merreni me mend, kontratën që ai ka bërë për ekskluzivitetin e fotografive të tij dhe të videove të tij nëpër intervista ishte $4 milion. Ishte një nga të paktët hollywoodian, për aktor hollywoodian, që kishte mbyllur një kontratë milionare. E mbylli me një agjenci, që ajo agjenci do merrte të gjitha të drejtat e fotografive dhe të videove të tij dhe t'i shpërndante pastaj nëpër agjenci të tjera dhe nëpër shoqëri të tjera. Dhe ishte mjaft, me fjalë, ishte strikt. Nëse i kërkoni intervista, i thoshte merrni ata në telefon. Pra, këta që kishte bërë kontratën, nuk bënte asnjëherë intervista, nuk i interesonte fare. Kur shkonte në për intervista, u merrte leje pikërisht tyre, pra ishte njeri shumë korrekt. Por kishte një ves. Vesi i tij ishte që ai pinte shumë dhe zakonisht pinte, përdorte dhe lëndë narkotike. Dhe sipas gjasave, ai bëri një mix të disa lëndë narkotike një mbrëmje, dhe në moshën 33 vjeç, me qenë 80 ca, 33 vjeç vdes. Dhe kështu që ishte hera e fundit që e pam nëpër filma të rëndësishëm, sepse ishte, unë them që nëse nuk do të humbiste jetën në atë kohë, John Belushi sot do të ishte 70 ca vjeç tashmë, lindi në vitin 1943, mos gaboj, dhe tani duhet të ishte paravarësisht 70 ca vjeç, dhe do të ishte i suksesshëm. Padyshim, sepse nga ai moment, pra nga filmi The Blues Brothers, filluan edhe t'i bënin kontrata për filmat të tjerë që ai nuk arriti kurrë, ndonse i firmosi që t'i realizonte. Megjithatë, gjithë bota e kinemas hollywoodiane u vra shpirtërisht nga humbja e John Belushit. Megjithatë, shumë shqiptarët, sepse shqiptarët gjendeshin në Amerikë, kuptuan që kishin humbur liderin e kinematografisë botërore, që ishte ai. Ai ishte fytyra, pra John Belushi. Pastaj më vonë James Belushi mori pjesë në për filma të tjerë artistik në kinema, por Schwarzeneggerin për shembull, ose filmat të tjerë, por mori pra atë famë që kishte lënë, asaj fame që kishte lënë i vllai i tij, dhe e mori përsipër ai duke e tejkaluar dhe e çuar më tej pra famën e të vllait, njëkohësisht edhe talentin. Megjithatë, kush nga ju i kujtohet John Belushi ose edhe James Belushi? Sa për jush mbajnë mend çfarë mbani mend nga këta filma? Do të dëshiroj një komentin tuaj dhe t'i kujtojmë, sepse janë një nga të paktët familje shqiptare të famshme në Hollywood, për më tepër kanë bërë një emër në mbar botën që i njohin që të gjithë. Pres komentet tuaja. Kaloshi bukur.